Irani thot se e ka kaluar armëpushimin 2 javor të Donald Trump duke u përgatitur për luftë dhe se është gati për të zbuluar kartat e reja që ka në dorë në fushën e betejës. Armëpushimi i përkohshëm përfundon të mërkurën me frikën se konflikti i lindjes së mesme mund të rinisë me mijëra trupa amerikane që janë në gatishmëri për sulme të reja dhe për të shkatëruar atë që ka mbetur nga Teherani. Një raund i dytë bisedimesh pritet të fillojë në Islamabad, por asgjë nuk duket e sigurt. Kryenegociatori i Iranit ka lëshuar ndërkohë një deklaratë të frikshme, duke thënë se 2 javët pa luftime, vetëm sa e ka ndihmuar regjimin të ringrihet. Kryetari i Parlamentit të Republikës Islame të Iranit, Mohammed Bagher Ghalibaf, tha: Trump, duke imponuar një rrethim dhe duke shkelur armëpushimin, kërkon ta shndërojë këtë tryezë negociatash në një tryezë dorëzimi ose për të justifikuar luftë-nxitje të re. Ne nuk pranojmë negociata në hijen e kërcënimeve. Ai paralajmëroi mëtej se në 2 javët e fundit, vendi është përgatitur të zbulojë karta të reja në fushën e betejës. Ghalibafi, i cili në fillim të muajit tha se SBA-t do ta shohë veten në herë dhe lindja e mesme do të digjet, njihet si një besnik i Ajetollahut. Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar të shkatërrojë të gjitha termocentralet dhe urat e Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje. Ai ka një armatë të madhe dhe mijëra trupa sulmuese në gatishmëri për të rifilluar luftimet kur të dëshirojë ai.